Qytetar nga të gjitha gjeneratat ja kanë mësyer sallës Boris Trajkovski, ku nga sot po zhvillohet panairi i librit. Më shumë se 65 shtëpi botuese dhe 110 promovime do të paraqiten në edicionin e 37 të panairit, i cili po mbahet nën sloganin Ushqim për shpirtin. Gjatë 7 ditëve të panairit, vizitorët do të kenë mundësi të zgjedhin libra nga oferta e pasur e autorëve vendas dhe të huaj, të jenë pjesë e promovimeve të veprave të reja dhe të njihen më mirë me botuesit dhe titujt e prezantuar në kuadër të panairit. Përfaqësuesit e shtëpive botuese presin shumë vizitorë, ndonse thonë se teknologjia e ka zbehur shprehinë e leximit. Një çështje që duhet diskutuar shumë, sepse vërtet teknologjia e ka bërë veten, i kanë bërë thyrë sidomos të rit, i kanë bërë thyrë shumë, saj që janë larguar goxha nga libri, nga leximi. Flas për nxënësit për shembull të shkollave të mesme, janë më dobët dhe studentët janë pak më dobët. Fëmijët e moshës më të ulët, prej moshës 7 deri 12 janë në rregull, janë të interesuar për libra, ju pëlqejnë të lexojnë, zakonisht i pëlqejnë edhe librat me ilustrim. Duke marrë parasysh se si shtëpia botuese në gjuhën shqipe jemi një numër shumë të vogël në këtë panair, ndoshta edhe ajo është si shkak e lexuesve shqiptar të jenë në numër të vogël. Disa u shprehën se për këtë event të madh kulturor duhet një hapësirë më e përshtatshme. Да, апсолутно, сакаме да имаме сајм, како секоја држава во Европа и во светот. Да имаме сајм, да може убаво да се расплениме, да можеме да се искажеме на вистински начин. Во ред е овде, не дека не е во ред, меѓутоа ова не е сајмска хала, ова е спортска сала и ја се трудиме да донесеме како да е вистински сајм, со помош на оваа енергија, книжевна издавачка, да направиме да луѓето се чувствуваат убаво. Kështu mendon edhe Ministri i Kulturës Zoran Lutkov, i cili premton se po rishikohen hapësira të reja për organizim më të mirë të panairit të librit. А дека организаторите одат според логиката колку има пријавени издавачки куќи и таков капацитет да обезбедат овде. Јас одам на друга варијанта дека во многу брзо време ќе треба да размислуваме сајмот на книгата да добие некаков поинаков простор, да не биде во спортска сала или во некоја сала која што не е адекватна за сајм на книга. Në sallën e panairit takuan presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, e cila dha porosi për leximin. Може да ни помогнат, да му помогнат на човештвото, кое не се надпреварува културно, туку некултурно. Тоа ми беше првата реченица за културен надпревар на народите. Тоа е со зборот. Бидејќи ако не читате и не може да размислувате, не може да ја продлабочувате мислата. Vizitorët e panairit do të kenë mundësi të takohen me autorë të vendit dhe të huaj, të shfletojnë ofertën e pasur të librave, enciklopedive, koleksioneve dhe manualeve. Çmimet e biletave janë të njëjta si vitin e kaluar. Bilet e rregull 100 denar, bilet për vizita të organizuara studentore 50 denar, bilet për 3 vizita në panair 250 denar. Hyrja është falas për fëmijë në 12 vjeç të shoqëruar nga një prind. Me çdo bilet të blerë, panairi i librit do të dhurojë 15 denar për fshatin e fëmijëve SOS.